hapim këtë bypass festiv duke folur për çështjen kombëtare dhe po e mbyllim duke folur po për të. Në pranverën e këtij viti, një mbledhje e pazakontu zhvillua ndërmjet etërve të kombit ton për hallet që e kanë zënë vendin. E pranishme në këtë mbledhje ishte vetëm kamera jone e bypassit, pasi ne futëm mik njërin prej etërve. E diel. Më 26 të pranverës së 2 të motit 2015, në një bazë sekrete në Mukje mbahet një mbledhje pazakont mes etërve të kombit, e thirrur nga Fanoli për shpëtim të mëdheut. Vëllezër mëdhetar, një hall i madh më ka shtyrë që të trasonte në këtë mbledhje patriotësh. Halli i mëdheut tën. Përpara se ta shkoqisim këtë hall, unë them që të presin të vinë edhe të tjerët. Unë them që ndërkohë që presim të kishëm banë një open bar e të pim, para se të vi mitë Sokoli e të zim me zgjoks banaku. Bas mos e kjetë halli sa, se nuk do vi asnjëri. Po si nuk do të vi, Faik Bey? Po na infrashëri e pranoi ftesën time. Kam këtu edhe një SMS që ma ka dërguar sekretari i tij. Ja shikojni edhe ju. Në teori, foli në infrashi, krye ridizasi i Shqipërisë. Krye ridizasi i Shqipërisë, foli për Shqipërinë, foli për shqiptarët, dhe ata janë krye lartë, janë trima, janë të ditur, janë të zotë, dhe nuk shqitet, nuk asimilohet. Që tha në infrashi, dhe u kur them në infrashi, mendoj Shqipërinë. Kur e frashallitë, mendoj Shqipërinë. Këta janë Shqipëria. Njeriu praktik që vazhdoi veprën e frashallive, ishte Alipash Tebenera, i cili formoi shtetin e parë shqiptar. Naim Frashëri ka marrë prap postin e doganierit Hirësi, pas dorëheqjes së Elisa Spiropalit, mbesës së Spiro Vangelit, ndërsa Samiu me Abdylin nuk e kaluan do doganën, se nuk i la Naimi. E pse nuk i la vllaznit Frashëri me kalu Naim Begu? Po, elbete, nuk plotësonin kushtet që na ka vënë Alemania. Po prap u vë kushte shqiptarëve kjo Europa plak? Po Bajram Curri, ku është? A, Baca Bajram nuk mundet më ardhë, sa ashtu hedh beton për me shtu kat në tyt të shpella Dragobis. Don me ba një disko atje, e me javu emnin Alcatraz. Çka po më thu kështu is? Po plakun e urt Ismail Qemalin me Pashkovasën, ku i kam? Ismaili me Pashkon nuk vinë se kanë bërë një aleancë me LSI-n, dhe kanë shkruar një kontratë që nuk e lejon të dalin në televizionet të tjera, deri pas zgjedhjeve. Sa keq. Po, Gjergj Fishta, po ndon Zako Qajubi, ku janë ata? Gjergj Fishtën e ka marrë Baca Bajram Dizej bashk me Lahut. Kurse Qajupit ishte për Shkandari, nuk ka shtëmasi i parin, tha. Tash normalisht më lindet drejta të pyes veten. Po nart noka. Edhe ai nuk don me na begenis vall. Po ti prit marr se pa marr në telefon. Alo. Ha? Hajt he burri dheut se kam ofertë ndërkombëtare. Ani mirë, hajt, ani. Mylle më tha se po të marrë vetë. Ti zrone me ta, donë me folën Skype, qëre. Hola, Nardi. Hombre, mi hola, por favor, mi hola. Kidachos. La, pa ta. Hajtë pra të boft mirë. Çfarë tha? Ish të hangër në zjala. Buka e mëdheut e zënd. Shqipëria për rënkon ndërsa ai ha ngjala? Ani he burë se ku vendin e bajmë edhe natë 3. Fan. Qup. Der. As. Faik Bey. Po që janë këta dera nga Asi? Ti edhe Muhamedan? Po pse more shpirt Robert? Unë ju lëti lëvdoni fet në gazetën time.
Po pse më vërsuli kur unë them, mendoj dhe shkruaj se më vjen për të vjell nga të gjitha fet? Edhe Feridi faqen në ndëron. Dje shante, sot lëvdon. Je ne suis pas Ferid. Je suis Farid Bey Konica, zoti fan. Mende, je suis Shirley Hedbo. Ju lutem, le të bëhemi më serios tani edhe të lëqisim se ç'to të bëjmë për këtë mëmëdhe që është katandisur në pikë të hallit nga këta koltukofag. Unë për vete e kam dhirë një herë për para 100 vitesh dhe akoma nuk kam ndëruar mendim. Ajo që bëre ti Faik Bey vazhdon edhe sot e kësaj dite që të bjerë erë në mëmëdhe. Nuk po e kuptoj ku ma ke lafna, zoti Noli. Flisni më të shkoqur. A ishe ti 100 mote më parë që the Shqipëri të kamëdhjer? Dhe të gjithë politikanët që erdhen pas teje? Ja, këto fjalë përmendin dhe i bën topin Shqipërisë. Sa të nxit fjala dhe ty heburi theut. Më ngjiti sa, më ngjit. Po ku ishe ti zotrote kur unë luftoja me pën për MMD-n? Shebesa unë natë kohë kam kenë me dhi. Po edhe unë atë po mendoja, me edhi. Po se mbajta do të ma. E po, ta kishe mbajtur për MMD-n, duhet lëshuar P. Falni se për ju pys, këto A i keni me oferta? Të lutem shumë Isa, unë vetëm një herë e kam pranuar ofertën që më bëri Zogu. Nuk ka nevojë të ma përmendi vazhdimisht. Politikanët sot bëjnë më shumë oferta se sa supermarketet dhe nuk e vë njeriu ujë në zjarr. Të nderuar gentlemen, nuk kemi ardhur këtu për të folur për vete, se nuk jemi në Big Brother. Kemi ardhur për të qarë hallet e vatanit tënë. Më falni, edhe një pyetje kisha. A jeni ju kryetari? Po, Ka që kisha. Baroj pyetja. Allah rethil e katil, Allah shtroni udhën me hithër e me shtok tur fandagu më zhit. O zinqir, e kam qik batërma, le lilaro ka pa o sana paraba. Zotri nderuar, pas ke kaluar edhe ti me isistin duket. Palo prift. Por po që janë këto sis që përmëndi Faik Bey? Ju jeni edhe bur me namuz? E ti majeni vetën he burra jena mledh për tjetër zgjaktu. Lehet cicat merret tjetër kush? Mort vllazën në mundon ka hera një pyetje. Tas që bapi mor vllazën, a hahet, a pijet? Edhe hahet, edhe pijetis. Por unë vlezër propozoj që ta ngrem një komitet shpëtimi dhe të udhëheqim një revolucion demokratik. Unë them që e përhët i lesh këto, zoti Noli. Pas ishe ti i pari që e bërë revolucionin demokratik dhe së të zgjati as 6 muaj, ha? Kam shpres tek Perëndia se vatanyn do të bënet. Se shqiptarët nuk do ta lënë vendin e tyre në pikë të hallit ku ka rënë ai sot. Do të bëhet, zoti Noli, do të bëhet. Edhe unë kam besim. Veç jo me shqiptar. Se ndërkohë që ne flasim, mira shqiptar po ikin nga Shqipëria me trastën e muhaxhirit në shtëpinë. Do të bëhet. Po mirë, koltukofagët që bëjnë? E majnë me dorë. Is. Koltukun, vllazën, koltukun. Nuk ka ma Shqipëca as ideal e as dashni për vatan. Edhe na kanë harru krejt. Pa nuk po kujtohet ma kush për na, veç kur ka neshe futbolli. Edhe mua Ismail Qemalin, na din shumice e shqiptarve për futbolista. Qysh se na lëshuan me dron që aty në Beograd. Qko bizi për Shqipërinë që ishe binte saj që ende në dyerve të botës. E parlamenti shqiptar pas ka mbetur ashtu si që kam lënë unë, në dorën e pykave. Kështu ishte edhe aso kohë. Pyka shtynte pykën. E kështu dilte një pyk e hynte një tjetër. More zoti fan. Unë përpoj që të lëroj shkëmbin e të mbjell rërë në këtë vend. Andaj edhe i qerasa shqiptarët ma të shprejen që ma përstërisni shpesh. Pa edhe unë bre vllazën, një hallësi ju kam.
Unë shkova në Shqipni me Çu Flamurin Vlorë bashkë me Ismail Beun, edhe ju thash vllaznet mi Kosovar, më prisni veç 5 minuta se erdha. E kur u ktheva prapë në Kosovë, çka me pa. Nuk kam zgjedh frym njerit. Te tan kishin shku me kërku azil në Gjermani. Anës detit I palar, anës dritës si papar, anës sofrës I pangrën do të rritër jetën shqiptari jorë. Po si nuk doli xhanëm një prijes, a një kryeministër që t'i vej punët në vijë në këtë vend. Kryeministrat shqiptarë hirësi, ose ishin zogjë, ose luftonin kundër zogut, ose bënin selfie me zogun. Tek populli nuk e kanë pasur kur mendjen. Ma kujtohet kur isha vetë kryeministër. A e di Faik Bey, ne të dy kemi pasur pasion që t'i bie në fyllit. Dhe si kemi rënë kur në një vrim. Ti, nga një herë këshu, me atë revolucionin tënë demokratik të parakoshëm, por gjithsesi I bë një mirë për ata që kishin vesh dhe të dëgjonin. Mbaj mend një herë në një mbledhje, më kërkuan që t'i bie fyllit. Në mes të gjithë atyre halleve që duhesh zgjidhur, ata fyllin më kërkuan që t'i bia. Dhe a e dini se që thash? Pa hajtë mërë një herë se nuk e kam kësyrë këtë opera. U thash, a imagjinoni dot ju një kryeministër që t'i biri fyllit? Unë u kam thënë një shqiptarëve, po vazhduat kështu, edhe pas 100 vjetësh do t'jeni po njësoj. Dhe ja ku jemi. Më keq se përpara 100 viteve. Shumë më keq. Mirë që nuk nxorën mend nga vojtjet e botës, por nuk nxorën mend as nga vojtjet e veta. Mua të më ndjeni se nuk kam të shtoj më. E kam thënë edhe njerë përpara 100 vjetëve. Shqipëritë e kam vjerë, nuk të kuptova as njëherë. Me se Faiku duel, apo e bën t'i mbyllën fan. Se ti din me fol bukur, mun veç për sharja. E po mirë atëherë. Mere këtë defter digital dhe shpërndaju atë të gjitha medjave. Do të ruaj me jetën teme. E kisha edhe njaun për çdo rast. Nuk çarmatoset kur shqiptari. Le t'i japim play. E dim që je I sklavëruar or popull dërsi. E që s'di të bësh një pyetje e të japësh një përgjigje. Por, duhet të mësosh, se ndryshe je I humbur. Njerimi e ka këtë të mirë, që e zë për fyti miletin e ja sjell mend në kokë me pahir, në qoftë se nuk janë nxjerr shpirtin. Arsyeja se përse arka e shtetit shqiptar ka qindra dhe mira për udhëhesin dhe pallatin e tij, nuk është se ky është kusar, por ka një arsye tjetër, se ti more popull, I lë këta kusar të vjellin, I lë që të bëjnë qef në përbot, e ti nga orthurie. Presim që uria të zgjojë energjitë e fjetura, e të bëj luan si që ke qenë, e si që duhet të jesh. Në daqë, mos e bëj, por atëhere gatitu të fteq. Shtriu mbi kërmadhat e tërmeteve kontare dhe bëlbëzo. Roft Sultan Kukuthi, shpëtimtari I atë dheut. E pra, është abishme se sa më shumë që kalojnë vitet aq, më shumë zëri këtyre baballarëve të kombit bëhet më qartë edhe më I kumbueshëm. Dhe kjo ndodh sepse ata kanë qenë profetik në atë që kanë thënë. Deri më tani profecitë e tyre kanë dalë. Kështu që le të mos I zhgënjejmë ata në të ardhmen. E tani nuk na mbetet gjë tjetër veç se si stafi bypassit t'ju urojmë gëzuar edhe një vit të mbar e plot relaks. Vetëm relaks.